processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni me musafirin në studio, ku për sot kam të ftuar Petrit Ladrovsin, avokat. Do të flasim për trashëgiminë dhe të drejtën familjare në pika të shkurta, me aq sa kemi hapësirë në këtë emision pra në 104.1. Nderuar, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjet. Në fakt, ju kemi përcjell vazhdimisht në disa video shpjegime të shkurta përmes media sociale që janë nevojshme për shoqërinë kosovare, sidomos tashmë ku problemet rreth pasurisë, trashëgimisë janë goxha aktive për shkak të asaj që ndoshta si popull, si shoqëri jemi mësuar me ja jap motrës hisën apo gruas, por kemi shku me atë avazën e vjetër. Sigurisht reforma, ndryshimet që kanë ndodhur në pasurin e Kosovës kanë bërë të veten që gjithsecili ka të drejtën e vet në pasuri apo trashëgimi. Atë përfitojmë me pyetjen e parë, çka kuptojmë me ndarje të pasurisë dhe çka kuptojmë me trashëgimi? Atëherë, për të kuptuar shumë thjesht, ndarja e pasurisë është ndarja apo cedim që quhet në gjuhën juridike është përsëgjallje, apo veprim juridik përsëgjallje kur prindërit ja ndajnë fëmijëve të tyre pasurinë. Domethënë është veprim juridik që ndodh përsëgjallje. Ndërsa në anë të trashëgimisë kemi me veprim juridik pas vdekjes. Nëse njëri prind apo të dy prindët vdesin, atëherë hapet trashëgimia dhe kjo pjesë quhet trashëgimi. Të drejta e atyre që janë pasuri dhe trashëgimi, pra është e njëjtë apo? Dhe ata që kanë pasuri dhe trashëgimi është e njëjtë drejta apo dallon? Domethënë edhe të trashëgimia edhe të ndarja e pasurisë, domethënë e përbëjnë atë masën trashëgimore që trashëgojnë trashëgimarrësit në këtë rast. Trashëgimlënësit janë ata që kanë vdekur, ndërsa edhe të ndarja e pasurisë janë prindërit si domethënë cedus apo ndarës të pasurisë që janë ndajnë fëmijëve tyre përderisa ata janë gjallë. Atëherë, nëse burri vdes, cilat janë drejtat e gruas në atë pasuri që kalon ai ose që e ka? Duhet cekur se prej momentit martesës apo bashkëjetesës apo llogaritet si pasuri e përbashkët të dy bashkëshortëve. Pa marrë parasysh a janë të martuar apo jo ligjërisht, domethënë prej momentit pra kanë apo s'kan kondorizim, jo, momentin që prej momentit bashkëjetesës, domethënë aja pasuri është e përbashkët të dy bashkëshortëve, domethënë dhe kanë të pjesë të barabarta në atë pasuri. Dhe në momentin e vdekjes njërit bashkëshort, domethënë 50% që ka qenë domethënë i gruas apo i burrit nuk preket, ndërsa preket apo trashëgohet pjesa e 50% tjetër që ndahet mes gruas dhe fëmijëve nëse ka lënë trashëgimlënësi. Besoj përvoja juaj ka bërë vetën që keni hasë kësi probleme që hezitojmë ja hisën apo të drejtën gruas. A ka probleme të tilla dhe si menaxhoni në këtë rast? Kuptohet në atë aspektin juridik ligjërisht, pra e dim që janë të shkruara gjëra që nuk lëvizin, por si i menaxhoni këtë situata? Realisht në Kosovë problemet më të mëdha janë problemet pronësore të cilat nuk kanë kaluar ndoshta me gjenerata. Ende kemi domethënë pjesë të pronave që janë mbet në emrin e gjyshëves të gjyshëve migjallarëve të tjerë. Spari kjo është problem para se me ardhë të problemit të bashkëshort apo ndarja pasurisë të bashkëshortëve. Domethënë ligjërisht të dyve ju takon aja pasurie e ndërtuar, por është prej momentit e bashkëjetesës apo martesës, por jo edhe më herët. Në momentin që para martesës apo para bashkëjetesës ndonjëri nga bashkëshortet ka pasur pasuri të trashëguar apo të fituar para aktit të martesës apo bashkëjetesës, aja pasuri llogaritet si e veçantë. Te gruaja llogaritet si e veçantë nëse ajo ka marrur nga babai vet, apo nga nëna e vet, apo nga familja, ajo pasuri llogaritet e veçantë e gruas, ndërsa edhe burri deri në momentin e martesës llogaritet si pasuri e veçantë gjithçka që ka ndërtuar apo ka trashëguar deri në ato momente. Prej momentit të bashkëjetesës dhe martesës llogaritet si pasuri e përbashkët. Pra, deshëm apo s'deshëm, na pëlqeu apo s'na pëlqeu, konsiderohet të përbashkët. Është të përbashkët sepse ligji e njeh. Ligji e njeh. Si të përbashkët. Nëse burri ka blerë shtëpi ose banesë gjatë martesës, a ka gruaja të drejtë mbi atë pasuri në rast ndaje mes tyre apo shkurizimi?
Si që cekëm edhe me herët, pasuria prej momentit të martesës o bashkëjetesës pasurie përbashkët. Nëse kushtimisht ta them ata kanë vlerën një banesë, apo dy banesa, aja pasuri duhet regjistrohet, apo edhe nëse nuk është regjistruar, është vetëm në emër të burrit, aja pasuri është e përbashkët dhe është 50-50 të dyve. Do të thonë, aja pasuri është e përbashkët. Dhe në momentin e ndarjes, aja pasuri duhet të ndaret në mënyrë të barabartë në mes të dy bashkëshortëve. Dhe mund ta bëjmë një pyetje, pra, po çysh mund ndo banesa ose shtëpia 50-50? Me pajtueshmëri me njërin palë mund ta merr komplet banesën dhe të kompenzohet me diçka tjetër. Kjo shkon me marrëveshje. Me marrëveshje. Shkon nëse një palë për shembull don të mban atë banesë, duhet ja pjesën tjetër të vlerës së banesës. Apo nëse nuk pajtohen me këtë, e shesin banesën dhe me ato pare, domethënë ndahen për gjysmë dhe secili ndan pjesën e vet. Por nuk janë rastet bashkët ralla që kemi hezitim, kemi probleme me këtë çështje se përket çifteve bashkëshortëve. Për shembull, mund të premtohet ka një marrëveshje, por që ajo marrëveshje nuk realizohet kurrë. Dhe cila është drejta në këtë rast e gruas, e cila më shpesh mund të jetë ajo diskriminuar, që ta ndjek ligjërisht përmes asaj marrëveshje që ka bën që më jap hisën e pjesës tjetër që ka mbetur. Realisht në praktikë kemi probleme të shumta lidhur me pronën, lidhur me ndarjen e pasurisë të bashkëshortëve për shkak se jo çdo ndarje, jo çdo shkurorizim ndahet mirë. Dhe gjithmonë ka probleme, sidomos në pjesën kur kanë ata fëmijë. Dhe këto probleme për shkurorizimin mbahen edhe i natë. Këto i natë din me shkaktu edhe probleme edhe për të ardhmen edhe për ndarjen e pasurisë. Por ligji është, domethënë, fuqia të cilat mbështeten edhe femra edhe mashkulli, kështu që nuk i lën në domenin e secilit të zgjedh cilën mënyrë përdon. Ligji thotë qartë, nëse në rast se nuk ka marrëveshje, atëherë mund ta paditin njëra palë apo tjetrën për të drejtën e tyre. Kështu që sot ekzistojnë edhe marrëveshjet gojore, ato marrëveshje mund të qiten edhe me shkrim dhe ato duhet zbatuar. Nëse zbatohen, atëherë vije në pa ligji dhe gjykatat. Por marrëveshjet gojore nuk janë të vlefshme nëse janë letra, po. Sepse nuk e qysh me ndjek. Secila marrëveshje është e vlefshme derisa ato respektohen. Në momentin që nuk respektohen, atëherë ka rrugë ligjore të cilat duhet ndjekur, sepse ne bëjmë marrëveshje të ndryshme, edhe gojore, por ne mund të ketë dëshmitar, për shembull siç ndodh edhe në praktik ku ato pastaj tani qiten e letër dhe ashtu funksionojnë. Po në rast të kontestit gjithmonë është gjykata ajo që i zgjidh kontestet. Por nëse fëmijët shkojnë me njërin prind apo tjetrin, në këtë rast përsëri pasuria është e njëjtë. Po pasuria. Edhe nëse e merr nana apo baba, do thonë nuk e mban anëshmërinë e saj. Gjykatat zakonisht vendosin sepse shkurorizimi ndodh vetëm përmes gjykatave. Shkurorizimi ndodh me padi, e në atë padi, domethënë bëhet shkurorizimi i çiftit bashkëshortor, gjithashtu edhe vendoset për kontaktimin dhe për besimin e fëmijëve. Cilët prind ju besohen fëmia, aty ku interesi është më i madh, njërit prind ju besohet fëmia për rritje dhe edukim, ndërsa prindi tjetër e ka për obligim alimentacionin apo mbajtjen financiare apo ushqimin që quhet në gjuhën juridike, që e ka për detyrim ja siguru fëmijëve të tij, të cilët tashmë nuk i ka në, domethënë, në edukimin e tij apo nuk e ka fituar besimin sipas gjykatës. Por pasuria e tyre nuk ka të bëjë me fëmijë. Pasuria e tyre e ndërtuar së bashku i takon 50-50 secilit bashkëshort dhe nuk interferojnë fëmia në pasurinë e tina. E përmendë shkurorizimin që bëhet në gjykatë. Nëse janë të kurorizuar, pra nëse janë të martuar me letrën, se mund themi. Por nëse kanë bashkëjetuar ose bashkëjetojnë dhe nuk figuron askund që janë të martuar. Qysh zakonisht pyetjet e shpeshta që më vijnë, qysh vërtetohet kjo nëse kam bashkëtuar dhe nuk kam pas martesë.
po ne jetojmë në ambient publik, ku ato shihen nga kujshit, nga domethënë të afërt familjarë, të cilët ata mund të dëshmojnë në çdo rast se ata kanë qenë prej kësaj kohës, kanë qenë bashkë. Pastaj janë fotografit, janë fakturat ku ata paguajnë, njëri paguan herë tjetri dhe janë në një mori sendesh në katë shkojmë, katë shkelëm dhe çka prekum lejmë fakte. Domethënë edhe këto mirën si argumente në gjykatë. Për shkak se ti nuk mundesh me jetu një botë të izoluar dhe nuk të sheh kërkush. Atëherë mund të aftosh kojshin se që sa vite për shembull ne jemi bashkë ose që sa vite jemi kojshi këtu, kështu që domethënë edhe martesa sepse te ne ndodh në Kosovë, edhe edhe në shtete tjera, sidomos te ato të rajonit ku ne martesën faktike e bëjmë, por ata juridike e bëjmë tek masi na vin fëmia në jetë ose pak para se më ardh fëmia në jetë për shkak të ndoshta edhe në bjemrit, për shkak ndoshta edhe dokumentave të cilat nevojiten për regjistrim. Pse duhet nuk keni skenar kërë pyetje, por më kujtu me qenë se po dëgjojmë problemet ndryshme, pra pse duhet në këtë rast ose a është padrejtësi ndaj gruas e cila nuk ka dokument kurorëzimi me burrin dhe duhet me pyet kujshit me marr si argument si fakt për me kërkuar të drejtën e saj. Po pse e lejan për shembull që gruaja mos të bë kunor në momentin e kurorëzimit pa letra, si theme. Pse mos të bën kunor kur aja është gjendje tani edhe faktike por edhe juridike të cilat mund të vërtetojnë, sepse tani bëjmë martesa por nuk shkojmë të kurorëzohemi, po kurorëzohemi siç thamë edhe më lart, kurorëzohemi shumë më vonë. Pse është e drejtë edhe e çiftit bashkëtorë të cilat duan të regjistrojnë martesën. Nëse më shpejmë kështu më drejt për drejt, a ka të drejtë burri ose gruaja me largu ose me përzon pe banesës për shtëpisë në parë momentin që ata vetëm janë drejt fundit. Pothuajse edhe ligjërisht pra për drejt fundit gjithçka. Po nuk mundet dhon shumë përzon kërkush kërkon. Pra, donë shumë, nuk po them, por që ke këta fatë që dush me lëshu banesën ose shtëpinë. Nëse është banesa, shtëpia, ndërtuar nga dy bashkëshortë, atëherë nuk kanë drejt asnjëri të qesin tjetrin nga shtëpia. Pa përfunduar gjithçka sipas. Jo, pa përfunduar gjithçka, por drejta shfrytëzimit mund të jetë nga njëri apo nga tjetri, por duhet kërkohet, nëse s'kan marrëveshje, atëherë kërkohet edhe nga gjykata të cilat mund të kërkojnë për shembull shfrytëzimin me muj, për shembull 6 muj njëri, 6 muj tjetër deri të bëhet zgjidhja definitive. Por në Kosovë ndodhen në raste kur sepse është traditë dhe jonja kur femra shkon te mashkulli, të burri, jo burri te gruaja, ose ndodh shumë raste të rralla, e atëherë nëse femra ka shku të burri dhe ka shku në shtëpinë e burrit, që atë shtëpi e ka bë para martesës apo e ka trashëguar, atëherë i vlen një farë mënyra ja drejta ligjore që thotë që kjo prona jam mundësisht ma liron, por a bin obligimet e burrit ndaj gruas? Jo, nuk bien, edhe nëse ai shkurzohet, nëse gruaja nuk ka mundësi të jetesës, apo të paguaj qira, apo të paguaj ushqimin, atëherë ligji obligon burrin të kujdeset edhe pas shkurorzimit për gruan e cila nuk ka mundësi të mbjetoj. Ma konkretisht, cili është obligimi i burrit ndaj ish-gruas edhe ndaj ish-fëmijëve, nëse vetëm fëmijëve të tyre që tash i ka marrë nana apo gruaja fëmijët e tij. Do të thonë, burri ka për obligim ligjor ti mbaj fëmijët e tij deri në moshën 18 vjeçare. Çka përfshin mi përmbajt? Mi mbajt financiarisht, mu kujdes për kushtet e tina, mu kujdes për shkollimin e tina, mu kujdes ka ona financiare dhe të gjitha mënyrat, do më thonë edhe ka ona emocionale. Do më thonë, është obligim ligjor i burrit, apo i gruas, në varet tash, do më thonë, është i të dyve. Por edhe nëse vazhdojnë shkollimin, atëherë ligji i familjes thotë deri në moshën 26 vjeçare, duhet mu kujdes dhe e kanë për obligim mbajtjen financiare për fëmijët deri në moshën 26 vjeçare, nëse ata janë duke vazhduar shkollimin dhe nuk janë duke punuar. Por edhe fëmijët kanë obligim
Prej momentit që themelojnë marrëdhënie punës, që është mosha 15 vjeçare, ku mund ta fillojnë marrëdhënien e punës për punë të lehta, duke mos e dëmtuar shëndetin, ato tarna që kanë fëmijë duhet të kujdesen për shkollimin e tyre, por e kanë edhe obligim ligjor të kujdesen për atë pjesë sa të pranë për prindët e tyre. Përvoja gjatë punës që po bëni, keni raste kur ka pra baballar, prindër që nuk interesohen as një cent me dërgu fëmijëve dhe cila është kërkesa e këtë rast e ish-gruas apo nënës fëmijëve? Në Kosovë ndodh shumë shpesh që mos t'ju përmban obligimet të cilat i kanë, sepse thamë se shkurëzimi jo në çdo rast ndodh me marrëveshje. Gjithmonë janë ato inatët, ndoshta bashkëshortore, të cilat në momentin e shkurëzimit më shumë të dëmtohen fëmijët. Andaj edhe kujdesi i baballarëve nuk është i dur në raport me fëmijët e tyre, i lënë anash apo e shprehin një lloj urrejtje ndaj ish-bashkëshortes së tij për arsye të ndryshme, për ndarje dhe në ato raste edhe ja pamundsojnë ndoshta kujdesin dhe mirëqendjen e fëmijëve të tyre. Por obligohen ligjërisht prindë të kujdesen për fëmijët edhe për bashkëshorten. Po tash cila është mënyra obligative të cilat ligji obligon bashkëshortin të kujdeset. Domethënë në rast se ka pas kunor. Atëherë, momentin e shkurërzimit caktohet edhe alimentacioni. Ky alimentacion është obligativ për t'u dhënë nga bashkëshorti fëmijëve të tyre. E nëse s'jepet është përmbarimi i dhunshëm që e bëjnë gjykatat. Kështu që në momentin e shkurërzimit caktohet edhe alimentacioni. Por nëse s'ka shkurërzim, nëse ka kurërzim, nuk ka kurërzim hiç, domethënë s'ka me letra, atëherë obligohet vetëm domethënë për pjesën e alimentacionit të kujdeset për çështjen e fëmijëve edhe për çështjen e gruas nëse si ka mundësi aja të punojë. Domethënë këtë pjesë obligative e obligon domethënë ligji të kujdeset edhe për pjesën e fëmijëve, por edhe për pjesën e bashkëshortes nëse ajo nuk i ka mundësi për të punuar. Çka nëse në këtë rast njëri nga çifti don më nda po tjetri jo, dhe në këtë rast burri nuk i jep shkurëzimin, nuk është i pajtueshëm me jap shkurëzimin apo edhe gruaja. Ka procedurë gjyqësore që mund ta fillosh vetvetiu shkurëzimin? Po shkurëzimi është në dy mënyra, edhe pse ne thamë se është me padi. Inicohet me padi në gjykatë dhe shkon në shkurëzimi. Po çka nëse njëri bashkëshort për shembull nuk don më nda, atëherë gjykata i vlerëson rrethanat. Nëse ka një ndarje faktike, ata nuk janë bashkë për rreth një viti, apo janë çrregulluar raportet në mes tyre, deri në atë mos sa bashkëjetesa është bërë apo jetesa është bërë në atë mes familjar është bërë e padurueshme, atëherë gjykata i ndan dhe nuk i mban me zor kërkan. Kështu që deshti apo s'deshti njëri bashkëshort, gjykata do t'i ndajë. Tek çështja e fëmijëve, për shembull, çështja e dokumenteve, udhëtimeve jashtë vendit, që duhet të jetë pra autorizimi i njërit prind. Nëse guzora me thonë, është padrejti ndaj fëmijëve që duhet me prit mëshirën e njërit prind, kurse ata mund të jenë në probleme ndryshme që për inate për teke, si japin autorizimin, ata mund bllokohen qoftë për shkollim apo për udhëtim apo ku diun për dokumente kështu me radhë. Ne thamë se me rastin e shkurërzimit, po edhe nëse s'ka shkurërzim për shkak të bashkëjetesës, fëmijëve ju caktohet kontakti për prindin tjetër, ndërsa për prindin tjetër ju caktohet besimi dhe edukimi. Ai që ka besimin dhe edukimin mund t'i merr kur don, ata jashtë vendi. Por duhet i sjell në momentin kur ju është caktuar kontakti. Zakonisht ne në Kosovë ndodh që çdo të premten e dytë të muajit ju caktohet kontakti. Pjesa tjetër e prindit s'ka nevojë me marrë autorizim, nëse ka me vendim gjykate për besim dhe edukim, mund t'i nxjerrë jashtë shtetit, nuk ka nevojë për autorizim. Por momentin kur e ka kontaktin, nëse s'ka marrëveshje që më shty këtë pjesë kontaktit, duhet i sjell momentin e kontaktimit me prindin tjetër. Domethënë mos sjellja e në kontaktim, atëherë kalojmë te moszbatimi i vendimit të gjykatës, e moszbatimi i vendimeve të gjykatës është edhe vepër penale. Por tek dokumentet është e njëjta gjë? Pra një pasaport, një diçka nuk mund... Momentin që njëri prind e ka besimin e fëmijëve, ai e ka të drejtat dhe detyrimet sikurse të ishin me dy prind.
Në komunë lypin autorizimin e prindit. Pra prindit. Në momentin që të ka vendimin e gjykatës, në momentin që të ka vendimin e gjykatës për edukim, besimin, domethënë për edukim, zhvillim të atyre fëmijëve, atëherë nuk ka nevojë të jetë prindi tjetër. Që ky vendim i gjykatës do të marrë me lejen ish gruas ose ish burrit apo? Jo, vendimin e gjykatës e ka secili person. Nëse dy persona shkurohen, atëherë i kanë secili vendimet e gjykatës. Me vendim gjykatës tu ka besu fëmia për edukim, për mbajtje dhe edukim, atëherë me atë vendim duhet të shkohet. Edhe pse këtu organet administrative siç janë të na mundohen nganjëherë të luajnë atë rolin që nuk mund të shpa pjesën e autorizimit tjetër, po këtu janë procedurat administrative që mund të rregullojnë domethënë organet e administratës shtetërore, por kjo pjesa kur të caktohet domethënë me vendim të gjykatës për që kujna ju besohet fëmija, atëherë mund të vepron në emër të tyre. Asnjë problem. Ka gruaja të drejtë për një pjesë të pasurisë së burrit në rast divorci, edhe nëse do të thotë ajo nuk është pronë zyrtare apo publike. Këtu duhet të bëjmë një dallim. Nëse ajo pronë është e përbashkët, apo është ndërtuar e përbashkët, por është në emër të njerit bashkëshort, atëherë ajo pronë e akumuluar, e ndërtuar është e përbashkët. 50-50, s'ka lidhje në emër të kuaj në është. Aja me padi mund të vërteton pronësina apo në bazë të kontributit e sajna. Po kemi edhe rastin tjetër, kur domethënë pasurinë e tani që me kanë marrë trashëgim. Për shembull burri e ka trashëguar nga babai i tina, apo e ka fituar para martesës. Atëherë është pjesë e burrit dhe nuk i takon gruas. Por a mund të themi për shembull shumë kam shërbyer 20 vjet te burri, pse s'm takon pasuria? Nëse ke shërbyer, atëherë nuk ka pas ndonjë kontratë për kthimin e mjetës ose po shërbej për të dhënë mjetët, aty ka jetuar ajo gru. Aty është domethënë është mbajtur sado që ka kontribuar në atë familje, nëse nuk kanë akumuluar pasuria, atëherë është pasuria e burrit, nëse kanë akumuluar së bashku. Edhe nëse s'ka punuar, se gratë në shumicën e rasteve ndoshta në Kosovë edhe pse ka ndryshuar kjo gjendje, nuk punojnë, por ato i këshyrin fëmijët, ato i këshyrin prindërt, ato e mirëmbajnë shtëpinë, ato i mirëmbajnë teshat e burrit, domethënë i qëndrojnë afër burrit. Por kjo angazhim është i barazvlefshëm sa një burr si e bjen i rrugë aty. Andaj pasuri që akumulohet nga të dy, edhe pse kjo nuk është në punë, është 50-50. Për shembull, 10 vjet puno burri, kurse kjo është 10 vjet është anvisje, kujdeset për atë pasuni. Po çto paret që i ka punuar burri dhe i ka tubuar, kanë blerë një banesë, edhe aja banesë, edhe pse u blej me paret e burrit duke qenë gruaja anvise, është 50-50, domethënë e të dy bashkëshortëve, sepse kontributin e familje është i barazvlefshëm me kontributin që e sjell burri me një rrogë. Kështu që nganjëherë edhe është më i madh se sa kontributi një gruaje. Që se duhet me shti pra tolla para me qenë pjesë e hisës. Po në këtë rast gruaja ka. Jo, absolut. Domethënë edhe gruaja, domethënë kontributin e gruaja që ja për shtëpi, për familje dhe për burrin është i barazvlefshëm sa të pron një rrogë burrin në shtëpi. Tek hisja apo drejta e në familje për të pasuritë të trashëgimi, ku dallimi mes vajzave dhe djemve, është i njëjtë apo dallon? Të trashëgimia, ligji i njëjtë, domethënë edhe për trashëgimia, edhe për vajza, edhe për djem, ndahet trashëgimia në mënyrë të barabartë. Po çka nëse për shembull qika martohet dhe djali jet aty dhe akumulon apo ndërton pasuri së bashku me babën. Ndërsa pjesa e trashëguar momentin që të vdes baba, ajo pjesë veçohet, çka ka kontribuar djali që ka nejt, për shkak se qika kontribon tash një vend tjetër ose të vendi sajna, ndërsa djali kontribon aty ku është baba. Kështu që pjesa që ka kontribuar djali të shtëpia e babës, atëherë veçohet pasuria, por trashëgimia pjesa e babës ndahet në mënyrë të barabartë mes qikave edhe djemve. Këtë rast, nëse kanë drujet motra, kanë hise nipa dhe mbesët, me qenë se ata duhet të nënshkruajnë sa diun apo? Po, është pjesë, domethënë, administrative që kur ndahet pasurisë o kur shkojnë te notarët, duhet të nënshkruajnë edhe motrat. Por nëse motrat ato nuk janë,
do më thonë, barra mbi apo pasuria mbi trashëgimlenësit e sajna, ku ne ka lënë për shembull trashëgimlenës që i ka lënë fëmijët dhe burrin e sajna. Pra, ata duhet ta nënshkruajnë, kanë edhe hise. Po esenca është që momentin që të nënshkruajnë kanë edhe hise. Kanë edhe hise. Po, absolut. Por zakonisht çka ndodh të ne, edhe pse unë nuk ju tham për shembull heqin dorë. Femrat zakonisht heqin dorë nga pasuria, nga trashëgimia. E ka trashëguar babën, ndërsa e thirrin për me hapjen e trashëgimisë, ndërsa aja e vetme është që heq dorë që mos të kenë probleme. Por unë ligjerisht ju kisha thonë që ato kanë të drejtë sa vllai i tyre kanë drejtë edhe aja në pasuni, kështu që edhe nuk i kisha thonë me heq dorë nga kjo pjesë e trashëgimisë e tyre sepse ju takon aty. Është një shumicë apo një pakicë që po është shumica që heqin dorë, edhe pse kohët e fundit. Është nga dëshira apo për shkak që mund të prishin raportet me familjen? Më shumë është nga pjesa që mos të prishen marrëdhëniet familjare në mes veti, për ndryshe ajo takon një pjesë sa vllavit, sa motrës ju takon të dyve. Kështu që ju hiken dorë nga hisja vet, duke ja lënë atë hisë vllavut. E kur të vdesin prind, atëherë edhe vllaznia ndryshojnë momentin e marrjes pasurisë apo trashëgimisë, të tërësisë së masës trashëgimore nga babai apo nana, edhe i largojnë motrat. Andaj kështu që për mi majt këtë pjesën e dashurisë e lidhjes mos t'i nënshkruajnë. Pra, në farforme, po kuptojmë që motrat janë të interesuar të jenë pjesë e trashëgimisë, por frika që mund prishen në raportet, në farforme pa dashje, po tërhiqet prej asaj që ta kanë. Ku është problemi? Nuk kanë punu, nuk po punon shoqëria kosovare që m'ia bë me dije që çikës, pra motrës e të kanë hisja. Sepse një pjesë e madhe realisht e din, por ku është problemi që s'po bindemi me ajo hisën. Unë mendoj që duhet vdesim, po jo vdesim vetëm nga ana e femrave që ato të marrin hise, por vdesim edhe nga ana e meshkujt se ti nuk është tu ta prek hisën ty, është tu e marr hisën e vet. Unë thash momentin që të vdes prindit, hisja ndahet në mënyrë të barabartë. Nëse ti ke kontribu ma shumë për shkak se motra është martuar dhe ti ke kontribuar atë pasuri, aja pasuri veçohet, trashëgohet veç aja masa trashëgimore të cilat e kanë lënë të prind. Kështu që nuk, sepse nëse për shembull motra jote është martuar dikun, edhe aja dikun do të ndërton hise, por edhe një grua, apo një femër tjetër do të jetë grua e kësaj shtëpie, edhe kjo do të ketë hise këtu. Kështu që kjo puna ka ana pronësore, apo ka ana hiseve në gjuhën popullore, shkon me rotacion. Keni raste, ndoshta pak më specifike ku ka pas tensionin mes motrës vllaut ose ka pasur raste që e merr hisën, por s'kisha më lyp te shtëpia e nanës ose e babës. Po, edhe në praktikë kena shumë raste se fatkeqësisht vëllezërit sillen në këtë mënyrë. Momentin që e merr këtë pasunin nuk ke çka lyp të shtëpia jonë ose të shtëpia e babës. Kështu që sepse mendojnë se pse më ia dhon rreth këtë pjesë të pasurisë. Po s'është dhënë. Po s'është dhënë, domethënë ekskluzivisht. Sado pasuri që trashëgon vajza është pasuri ekskluzive dhe veçante vajzave, nuk përzihet, apo nuk ka hiset pastaj burri sajna në atë pasuri të cilat ja ka dhuruar prind apo e ka trashëguar. Domethënë dhënë është në ndom ka kjo pasuri. A kemi probleme të tilla janë të përditshme, por nganjëherë kemi edhe në fund kur motrat hikin dorë nga pasuria, ndërsa vëllezërit tani ndryshojnë qasje me motrat, sepse tani e kanë marrë pasurinë, tash motrat kërkojnë ta kthejnë atë pasuri, atë trashëgimi që vet kanë hiqë dorë. Kështu që i bin pishman pse ja kanë dhënë vllaut, po për shkak se vllau ka ndryshuar qasje, tash nuk na pranon sikur na ka pranuar më herët. Andaj kisha thonë që do të kenë kujdes para se të nënshkruajnë. A ka pishman pasi ta nënshkruajmë ajo? Jo, është problem tani të merret pasi sepse vet hiq dorë. Pastaj tani të heqja dorë, heq dorë për komplet edhe fëmijën e sajna. Edhe fëmijën e sajna, ose veç nëse thot heki dorë vetëm për veten tëm, se ligji e një, nëse hek dorë vetëm për veten tëm, por jo për fëmijën. Po zakonisht unë po them ndodh kur hek dorë në raport me, domethënë me të drejtë për mia dhënë atë prunë
vllaut. Po vllau e merr me të mirë derisa t'ja merr pronën, në momentin që t'ja merr pronën, tani ndryshon qasje. Jo në gjitha rastet, na jem të fol për ndoshta një shumicë dërmuese, të cilën ndodh kështu, ndryshon raportet mes vllaut dhe motrës, e atëherë motra don ta kthen atë pasuritë të cilat e ka trashëguar, sepse thet s'po kemu ku shkojmë apo jo nuk kthehet. S'po kem ku shkojmë, jina të butë motra, dhe më thonë, në shpinë e babes, ku e ka lau baba shpinë, dhe tashme nuk pa kanë qef me na parë, janë, dhe më thonë, janë ftofë raportet, apo mos theme edhe na kanë përzanë prej asaj pjesës, për shkak se motrat kanë hekur dorë nga pasuria e prindit. Ju çka këshilloni në këtë rast motrat? Unë i këshilloj se cilë motër mos të hiq dorë nga e tërë pasuria. Ndoshta nëse dojnë me ba mirë vllaut, unë i kisha thënë se pasuria i takon s'pari në çdo pjesë të barabartë secilit fëmijë, por nëse hiq dorë, mund të hiq dorë ndoshta një pjesë të pasurisë që do m'ja la vllaut më shumë, por mos hiqin dorë, të lënë edhe ato në shtëpitë e tyre apo në vend të tyre ku mund të takohen motrat, e pengojnë vllaun apo nuk e pengojnë, e kanë pjesën e tyre, kështu që në asnjë formë nuk kisha thonë që me hiq dorë nga pasuria e tyre që kanë të drejtë në trashëgimi. Nga praktika ka raste që pra vinë tukeshe dalin të mërëlt ose duke akuzu njëri tjetrin, duke ofendu njëri tjetrin ose duke dashmin të vënu me nipa, me daja, me sene për shkak se ka det tek një situatë jo këndshme mes vëllezërve dhe motrave? Ka raste edhe ata që vinë duke kesh edhe kthehen të mrollur, po ka edhe raste që vinë të mrollur dhe kthehen duke kesh. Por ligji është i ashpër për secilin që e shkel. Kështu që duhet kujdesur të respektohet ligji, të respektohen drejtat e secilit. Mos të i him në hak askujt kërkuj. Në këtë rast, nëse ka drejt, dhe më thonë, gruaja në trashëgimi, mos të him në hak gruas të merr pjesën e vet, por edhe qikës, por edhe djemve, secilit e dhajmë drejtën se cilat i takon, të cilat për ndryshe me legj obligohet, dhe më thonë, gjusqysh. Nëse ata nuk zbatohen në mënyrë të vullnetshme, atëherë përmes gjykatës, edhe pse janë procedurat e të zgjatura, edhe pse unë them vonesa në drejtësia është pa drejtësi të cilat ju i jepen atyre, kështu që mendoj që të kenë marrëveshje, secili për ndarjen e pasurisë. Po në momentin që s'ka marrëveshje, ka kontest, atëherë të drejtohen gjykatës. Nëse po dhuratat ndahen përgjithshme mes burrit dhe gruas, për shembull nëse i hap dikush një dhuratë dhe një vetur, pa më pasur vlera e saj, është pasuri e përbashkët mes burrit dhe gruas? Është pasuri e veçantë. Secili edhe nëse është banesë ose për moral. Edhe nëse janë të martuar, mund me qenë 20 vjet të martuar dhe kanë fëmijë. Secila dhuratë, secilit ju dhurohet është pasuri e veçantë dhe mund të regjistrohet në pasuritë e veçantë dhe i takon vetëm atij. Mund t'i japësh një banesë, për shembull, zakonisht për shembull kur të ka për shembull prind që kanë para, kanë domethënë banesë ose ja jap çikës, thotë unë du vajzës time të ja lani banesë, ajo banesë është ekskluzive e vajzës dhe nuk ka pjesë të pasurisë se sa e burri i saj derisa të vdes ajo. Ata nderuar, sigurisht kena shumë pyetje sepse këto janë problemet e përditshme tek populli tonë, por ka të kishim kohë, por shpresojmë që do të takohemi edhe hera tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miq, do të takohemi nesër dhe atëherë mbeshëm me programin e vazhdim nga RTI. Kush janë ekspertët që